edhe besoj që më prapë mundi me marrë pjesë, isha ka një mimoza e dytë, mimoza Ahmeti e dytë, dhe unë kisha thy tabu si në tek populli, sepse profeti Muhammed ka hyrë edhe në mesin ma të ligë, ma të, si me thonë, degraduar të shoqërisë, por ka qenë shembull. Ndërka që unë antarët aty të Big Brother, po flasim se ato e kam ndjek ma shumë, i kam pa njësoj si fëmijët e mi, i kam pa artista me vlerë, që kanë vlera, që kanë etik, që kanë moral, por ndo njëherë që tha të turpi, një person kur nuk ka turp, ajo është në gjendje që ka mos me pranu. Prandaj tek artistat e tonë duhet me pas një originalitet vetin, edhe me pas ndikim të populata. Çka është originaliteti? Të bëhesh i sinqert, do më thënë ta tregon kompleta talentin tonë që e ke, pa marrë parasysh si pëlqen. Është e lehtë edhe thjesht thonë na që jemi jashtë të japim mend se çka duhet të bërë brenda, por kur je aty, thonë që ndryshon. Po du me marrë një turp, sepse kur një artist nuk ka turp, edhe nuk është i sinqert, a i mundohet që ka mos me bo për me arrit të qajo fama. E pastaj mediat normal prej famës e bëjnë si idol, edhe më vjen keq kur thojnë rinia, unë e adhuroj Labinotin. Unë Labinotin për shembull mund të admiroj, sepse pëlqen këngët e tij, ka zë dhe s'ka kush ja merr hakun e tij. Mirë, po nuk mund të adhuroj, po e admiroj. Prandaj turpi është dhe sinqeriteti janë dy elemente, edhe kolegja psikologe mund nga tregoj, dy elemente që e mbajnë artistin të jetë original. Por unë të kisha hy vijat e kuqe që i kam kultivu 50 vite sa jam... Po vetëm edhe ti, duhesh mos me pas tërë për me u fut në një reality show. Sepse kjo është aty 24 orë me kamera... Ka problem, unë një gjoqë ka nuk e boj në shoqëri, nuk e boj asë në vetëmi. A njerëzit të cilët i bojnë disa gjona, i bojnë në vetëmi, ata i bojnë edhe në shoqëri. Ndërka që unë jam shumë liberale, nisen që nuk e bojnë në shoqëri, edhe në vetëmi në 4 mure nuk e bojnë. Ndërem, e tha Iqbalja që do t'ishte si një Moza Ahmeti numër 2, a mendojnë edhe ti njëjtë? Ndër vite, Zënia Iqbale ka tregu që është person pa filtra, shumë e hapur, edhe ndaj mendimeve dhe ideve ndryshe, po edhe ndaj replikave dhe gjithashtu sulmeve të një pas njëshme që janë bërë. Jo rastësisht me gjas produksioni ka zgjedhur një personazh si Iqbalja, sepse është një islamologe kontroverse shumë shpesh. Ajo nuk ka një linjë edhe një vit të drejtë të mendimit, andaj mendoj se tabloja do t'ishte pasuru, edhe pse kom shumë dyshime nëse ecuria saj kish me qenë shumë e gjatë dhe deri në fund, për shkak të dinamikave dhe rrethanave që krijon, e duke pas parasysh edhe moshën, po edhe parimet personale, mendoj që ishin luhat shumë gjëra. Po